apo ju kujtohet që kjo storje? A jetohet në kanalizim. Të është skandal, domethënë. Nuk moj mungi frym kur të kaloj këto se duhet me jesë ma shpejt. Çka ka ndodhur prej asoj storje? Ka pas probleme pronësore, na ka thonë zonja Zyrie Plana që ngëne? Në rrugën Recep Krasniqit e kolektore, këtë vit jemi duke punuar në pjesën e Kalabris. Aktualisht kemi një problem pronësor që besojmë se shumë shpejt do ta zgjidhim. Na jemi disa javë ma vonë me këshyr follow-upin, me këshyr cilat janë zhvillimet e fundit. Hajde tash kontaktoj me zonjën Plana e këshyrëm çka ka me na thonë, çka ka ndodhur. A janë zgjidh problemet pronësore? Mos harroni, derisa diskutojna me zonjën Plana, këtë çto operimet e mia në terreni mundson posta izi, posta më kredibile në Kosovë, edhe rjeti i pompave me 21 pika në këtë Kosovën, Delta Group, top kualitet derivatet. Po e di saktë, aty dy probleme i kemi zgjidh, probleme pronësore që i kemi pas, A u zgjidh problemi pronësor, a? Dy janë zgjidh, vetëm kjo e para, do më thonë ku startojme me punime, e kemi ende të pas zgjidhur. Drejtoria e prunës në bashkëpunim me nive është në kontakt të vazhdueshëm me pronarin dhe janë të mundu me bo një marrëveshje të kompromisit, po ende nuk është finalizuar. Kështu që po presme edhe nesër e kemi një takim në mëngjes me drejtorin e prunës, edhe po besoj që deri ka e premtja, më së larg këti finalizohet si zgjidhje e problemeve pronësore. Pastaj që na me mujt me vazhdu me realizimin e kolektore. Prej momentit kur i zgjidhni problemin pronësor që po thu maksimum deri të premtën, sa ku ju duhet mrena 60 ditëve na e krym komplet kolektorin deri atje poshtë, do më thonë ku është i paraponë me projekt. Prej pjesës ku i kemi problemet pronësore, ku është e ndërprimet e kjo rruga. Do me thonë nuk fillon prej Recep Krasniqit, këtu përfundon. Po, qashtu. Okej, e qartë. Qatë pjesë që atje, Po. në të vinë një orë në të jetojnë, veç një orë në të rinë këta. Po. Kur është gjegu ma i madhe, në të rinë që tu, sa është për me nejten. E tjetër është, ata avim atjes edhe këto ndërtesat këtu ju vjera, edhe plus kanë mbledhë edhe këta në shkrime. E të mërshme, do me Kjo ere të mërshme, po vetë sa folja me drejtoreshën. Ajo thot që e kanë edhe një problem të fundit sponsor, cilin kanë me zgjidh deri të premtën. Ajo thot që problemi ka me fillu me u zgjidh prej atje. Me gjas. Tham fund më rina këto, për shkak se këto thot që ko me u kriju një rjeti i ri, qka po dita është, qysh funksionon kjo? E tash na drejtoreshës mi thona edhe sa kohë do të me prit. Si pasoj edhe 2 muj, thot. Si pasoj edhe 2 muj. Zonjë, qëre, qka muj me të premtuan, ko me mojt për fjole, si me dhonë ko me u dog vazhdimisht unë e këto, se me njerë s'kryet, unë e disha që ko me mëro 4-5 reportaje me i bo, na kena me mojt për fjole për të premtën, vazhdimin, po që se kum gjiru e 100 plus asaj tash të vinë edhe gomat, kerreve vinë edhe edhe bërlog, po dhe kush pe pas të rëngzo bërlogon? Kërkush e bon ujt, mbledhet ajo ura atje, blokohet, këtyne jo he ujt në për podrome në për shpe, edhe që është jeta këto është. Ishte kjo zonja nga storja e fundit që në ha fol, nuk ka faj, është e frustrume për shkak se edhe 5 minuta, jo 2 muj, po edhe 5 minuta, gjdo dit me kalu kënej, apo den edhe një dit me kalu këto, me jetu, të merë, do me thonë. Mirë po, qëre, po presim tash, të premtën kena me ardha pet, unë jëmë burim pacolli me që ta mërë më gjenin kejt platformat që jemi të premtën.